Një kujtim i tretur diku larg. Një fjalë mbetur për gjysmë e shumë zemra të lëna të pikëlluara. Me brenga e mërzitje është mbushur shpirti i familjes Nito që prej 3 tetorit të vitit 2011, kur fëmia dhe djali më i vogël i tyre shkëputi çdo kontakt me ta. 12 shtator 2005. Ka ikur nga Greqia në mënyrë ilegale kështu me lek të madh. Si ashtu vojti, ndaj një gati 15 ditë mos e shurrua. Iku ka vajtur tek djali i madh. Ka ndenjur 2-3 vjet. Te djali. Në shtëpi, në rregull, edhe policia dinte atje në Ferrara. Emigracioni, emëruesi i përbashkët i ndarjes së shumë familjeve shqiptare me njëra tjetrën, nuk la pa prekur edhe 23 vjeçarin Florenc Nito nga fshati Strumi i Fierit. Fillimisht largimi i tij shënohet në vitin 2005, kur Florenci ishte veç se një adoleshent. Kur moshatarët e tij kohën e lirë e kalonin duke u argëtuar, atij u desh të merrte rrugën për të siguruar të ardhmen e tij e të familjes. Mbushi moshën 18 vjeç, i thanë atë policisë drejtë tash të kemi mbajtë ashtu sipas rregullave, duhet të ikin në Shqipëri. Për mos ardhur se në vajtarët ashtu, e çoi çunin në Siçeli tek kish punuar vet 5 vjet. Ky edhe ai pronar afërsisht. Te ja zon. Po njifshin, kanë punuar tërkohën me serat. Telefonatën e fundit tha vetëm që jam mirë, mos keni merak, babi, jam shumë mirë, si zakonisht. Edhe ja bërë një në fund e po lera dhe këto punë e kanë. Miro birë të shumë, si të dosh. Të them një gjë thashun që po mërzit e shumë. Hajde thashun se edhe kaq, ka dhe më keq thashun, kaq holl nuk kemi thashun. Jo, babi, sipas asaj që kemi bërë me këtë, ata do punoj një 2-3 muaj. Megjithse familja Nito ka 2 djemë dhe një vajzë tjetër, boshllëkun që ka lënë Florenci për pjesëtarë të tjerë, zor se mund ta plotësoj tjetër kush. Kjo shtëpi tani mban vetëm lot. Kudo e thyt ka vetëm trishtim e dhimbje për mungesën e djalit. Mënyra e zhdukjes së tij, por edhe vendi nga ku ka shkëputur kontaktet, i bën të afërmit të jenë akoma më shumë në ankth. Përveç fatkeqësisë që ka pësuar kjo nën, duke qëndruar prej 18 vjetësh e paralizuar në një karrige, ajo nuk e llogarit veten, por rron me shpresë se do e shoh edhe një herë Florencin. E marr një telefonat, do të them tjetër. Që shturoj tot. Ai mendon për mua një jam e smur. Mos ta bëni këtë gjë. Babai kujton vështirësitë dhe hallet që ka kaluar për të rritur fëmijët e tij, dhe kur është fjala për më të voglin, nuk arrin ta mbajë veten, por dorëzohet, pasi ka mall për të përqafuar sërish të birin. Kjo që nga jashtëzakonisht më rënd. E di fëmijë ku e ke të ndodhi e keqja siç u ka ndodhur shokëve këtu, si me gjithë shpirtin e them ai ku do që të ketë vajtur. Ku do që të shu, po pa ti bërë gabim, t'ja vojnë koka. Pa mua të më marrin vetëm kaq. Babi jam gjallë, nuk dua asnjë gjë. Ose njerëzit më thonë që babi çuni është gjallë. S'dua gjë tjetër. As i përgjigjet. Kushdo që mund të ketë ndonjë haber të mirë, të lig, e mira është, të mirë të lig, e mira është që ai të thonë kushdo që të jetë ba mirë, kushdo që të ketë shpirt prindri.